Teksa ditët i lëmë vendin njëra tjetrës, në fermën VIP puna nuk ndalet. Mimosa Ahmeti, fermerja e preferuar e publikut, e zgjedhur mbrëmjen e së hënës, e cila gjatë kësaj jave ka mbajtur edhe titullin kryefermere, pas marrjes së detyrës ka nisur menjëherë nga puna. I pasaprish puplat e era këtyre. Kryefermerja ka angazhuar të gjithë konkurrentët duke u ndarë detyrat. Kemi harruar të ushqejmë kafshët, janë harruar bajkat e lopës, megjithëse ajo sapo mund ta ketë bërë dhe nuk mund t'i rrimëroje bajkës lopës. Në atmosferën dhe energjinë pozitive që kanë bizotuar këtë javë të parë, fermerët janë angazhuar ku veç lojës kanë sjellë nota humori, këngë dhe batuta. Përshëndetje, mirëmëngjes. Puna në fermë ka vazhduar me ritme intensive. Kujdesi për kafshët, gatimi dhe mirëmbajtja e ambientit shpesh janë kthyer në burim debatesh, duke treguar se presioni i izolimit po ndjehet gjithnjë e më shumë. Duhet mu bashku në këtë moment, ta krymë këtë punë, ma dhejt grinat, soptona, bëjqat. Gjatë javës nuk kanë munguar as momentet emocionale. Disa nga banorët ndanë histori personale, duke u njohur më shumë me njëri tjetrin, por edhe duke treguar një tjetër dimension në sytë e publikut. Gjithashtu, aleancat e para në fermën VIP, por edhe përçarjet ka nisur. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar diskutimet e shumta, duke treguar edhe një herë se loja pritet të jetë e fortë dhe fermerët janë gati të bëjnë gjithçka për çmimin e madh. Një televotim i hapur që prej mbrëmjes së të hënës për të zgjedhur fermerin që publiku do të eliminojë, po mban në ankth Rafaelën dhe Xhesin. Por kë prej tyre do të shpëtoj publiku, cilat do të jenë sfidat që do të vënë përballë konkurrentët mbrëmjen e sotme? Këto, si dhe shumë surpriza të tjera, ferma VIP 3 do të zbulojë sonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara, si dhe 24 orë live në platformën YouTube.